Live from Tirana në Top Albania Radio. Në shënonore eksakte në këtë moment 11 është mërkur paradite, po dëgjoni Live from Tirana, jemi duke diskutuar në studio me Albani, Visianin dhe Ardianin për profesionistë të fushës respektive, për muzikën e AI versus muzikën e vërtet që të drithëron shpirtin, por jemi në korat që jo vetëm në radio, jo vetëm në TikTok, por dhe në Instagram, po ashtu që besohet që është pak më i filtruar se TikToku. E shohim shpesh që ka shumica e këngëve që janë virale, aty janë AI gjurmët, për shembull është AI gjurmët e botës, janë tek ti, kështu gjëra të kësaj natyre. Ti vet si dashamirës së muzikës, gjithashtu jemi, po duke qenë se e kem më të ngulitur këtë gjë edhe duke drejtuar Top Goldin. Duhet përqafuar, duhet të pasur më shumë kujdes, si çdo gjë e re në treg, apo është efekti kohë? Unë kam përshtypjen që është efekti kohë, çdo gjë të rregullojnë, po. Shiko, edhe kjo pjesa e kësaj, AI ka përshtypjen aktualisht është përdoret më kollajn për drejtat e autorit. Pra nëse ti ha një këngë AI në YouTube, nuk ta ndalon, si më thën, por ka një gjallë ajo. Për shembull Suna po pra, Suna për shembull një nga këto programe që automatikisht që se ti pretendon ta monetizosh atë gjën, po. Ajo del si autor thotë valla shiko se kjo është pronë jemi dhe ti nuk mundesh me të mëse shumë tentojnë për këtë idenë që un po i hedhi dhe përfitoj po, ke parasysh. Por besoj që tregu do fillojnë ta rregullojnë edhe këtë pjesën që aty ku ka vend për inteligjencë do jetë për inteligjencë, aty ku ka vend për muzikë, mirëfillt do jetë muzikë. Do të surprizoheshe nëse një nga emrat botëror do të publikonte një këngë me AI. Emrat e mirë botëror po. Përdorin për instrument nuk surprizon fare. Edhe ajo edhe ka ndodhur. Për instrumente përdoren. Besoj që aktualisht sot përdoren, besoj që bëjnë muzikë, bëjnë demo dhe pastaj e aranjojnë edhe puna që doli dikur u bë virale fakti që këngëtarët edhe hip-hopistët dilnin dhe këndonin me autotune, që në fakt ne si vini me emrin si ç'duhet atëherë, po autotune është një sistem AI i cili të intonon notat që nuk i ke të intonuara. Ose live autotune. Po pra, edhe live tani këngëtar të mëdhenj për shembull, edhe Kanye West kanë mikrofona të avancuar që kanë sistem AI të gjeneruar në chipin e mikrofonit, që real time ai këndon dhe i del vokali i perfekt, pra notat perfekte siç ai do donte ti këndonte. Pra indirekt ka ekzistuar rregullim teknologjisë. Futja siç ka ekzistuar për shembull aplikacionet që femrat postonin foto dikur, që rregullonin çik buzën, rregullojnë, po në fakt indirekt kjo është ti të manipulosh foton reale, pra. Është AI, është teknologjia që sheringat që bëjnë femra, për shembull, mund të jenë AI, se ato AI njerëzor, po. Injektim AI në shpirt. Një pyetje, ti për shembull Mateo i Big Brotherit, që këtë kohë është moderator, të këtë parene ka publikuar një këngë, nuk e di nëse e ke dëgjuar. Jo, vërtet. Nuk po tallem. E ke dëgjuar apo jo? Jo, se kam dëgjuar, me thënë drejtën, më kuriozon. Këndon Mateo ja. Danko e gjejmë dot në real time, Mateo kur të jesh larg quhet. Këndon Mateo. Këndon Mateo, pra. Perfekt. Nëse mund ta fusim edhe në video wall. Edhe në video wall, e ka bërë dhe me klip. Po se e këndoi të këto parena dhe studio është gati aty. Wow. Kështu që nuk befasove realisht se dia. Por nuk e dija që ka bërë këngë. Jo. Oh no. Mateo? Këngë? Mateo Bori. Apo është prank që e keni bërë vetë? Jo, ka një sekondë. Këndon vet ai. Sa të shoh, këndon vet, kënga mban titullin Kur të jesh larg, Kur të jesh larg. Danko. Ja, dëgjoj pak sa të filloj Mario e vendosim dot me klip nëse është e mundur. Po kush e ka bërë muzikën? Se ngjaka si me AI muzika. Ja ta gjej unë në kohë reale, Mateo Bori. Dëgjoj ndërkohë, është publikuar 11 ditë më parë, 182.000 views ka. Ja, tani fillon, dëgjoj. Tim ke pa në dit, të mira e t'liga, edhe kur s'flas ti e di sa m'dhim ka. S'jemi si tjerët, na djek qdo fjall, po prap po këthyhem në të njëjtin mal. Kur unë t'prek, ti esh pa arsye, kur t'mërzita prap merë dhe si hije. Sigur gjithçka që jemi ne dy, ti shku me u dasht, me u lëndu. Sikur s'ka rim, Kur të shkosh larg, zemra ime do t'flar. Kjo është refreni. Çdo kujtimi jo të ndjek, ngjok si zjarr. Nuk ka ditë që s'të kam men. Ti e gjaku që më vjen. E ndjej që jem. Me mu çdo hap, me mu çdo rrug, me mu çdo dje. Pse që është Alban? Po se
parashikova si duket, domethënë janë se me stadium Matteo merret me Po ka qenë instruktor, fitness. po merret me fitness. Unë personalisht do kisha dëshirë që ai ta përdorte AI-n për kontekstin në cilin ai funksionon. Edhe unë ta thash në fillim do doja shumë që njerëzit ta përdorin për të perfeksionuar një gjë që ata kanë një ekspertizë. Mendoj që është e tepërt që ti se është njësoj se tash i them që unë di të pikturoj, ku dëgjon ti jap ca template nga Picasso aty dhe të bëj një murale në Tiranë dhe të them pastaj që hapin ekspozitore me piktura me AI. Nëse ti e përdor atë si instrument, është sfidon ke pikturë. Nëse e përdor si instrument për të perfeksionuar atë gjë që ti ke, jam dakord, po tani sa i dukshëm nuk e këndon atë. Ai dukshëm nuk ka lidhje me muzikën. Tani se dua ta është eksperiment. Komentet thon për të kuptuar pak atë që ne diskutojmë pak më parë, kënga shumë e bukur, thotë njëri teksti i bukur, çdo ditë të dëgjoj thotë dikush tjetër. Bravo Matteo, shumë e bukur kënga. Urime, dashuri, lumturi e gjatësi, thot dikush tjetër. Kemi xhan Matteo, gjithë Kosova është me ty frate. Pra fratja pas e shuar deri në Kosovë. Të lumë Matteo, të lumë që një ylli vërtet frate. Me që më pyete për autorët e këngës, orkestrimi është bërë nga Kelly. Orkestrimi. Po. Po, jo mos ajo është AI gjithë. Ska, unë se di Kelly di që bën muzikë të bukur me thënë drejt, duke i tingujt, dukeshin shumë midi, shumë me AI, muzika është. Më kuptosh edhe zëri nuk është i tij, është i tij. Besoj se zëri komplet është AI. Ndërsa Kesin e ka bërë motra e Matteo. Teksti ishte pa rim, domethënë, kishte nuk përputheshin fjalët, ishte si proz. Po pse më është dëshirë njerëzve për të. Jo, unë po komentoj këtë me që na nxorri këtu, pra jemi duke fol për AI-n, po flas teksti duke gjeneruar automatikisht si tekst. Pra unë e njoh shumë mirë si gjë sepse unë merrem me të dhe e kuptoj shumë mirë. Madje ne kur ishim në Hapçu me Cubin, kemi pasi rubrikë që thjesht i jepnim një prompt, na bëj një poezi për Seattle-ën, e kupton? Dhe ai bënte një poezi, e kupton? Dhe e lexonim bashkë me idiotësirat që thoshte. E kupton? Dhe kemi bër dhe dukej shumë i gjeneruar automatik, pra s'kishte as rim, s'kishte poezi brenda. Kishte fjalë, vetëm fjalë të lidhura. Pra mendoj se është bërë me AI. Ka përshtypjen që në atë moment që është ka qenë live, do t'i kemi bërë mute në atë momenti se pyet Manushin, sa duhet. Nuk e konsiderohet ti bëje një këngë, pse nuk e konsideron? Unë jam të merr, domethënë komplet në aktrim, në muzikë, di veten time që jam beter aty dhe rri më mirë në këtë gjë. Po ndoshta kjo që bëjnë unë është dhe budallëk, se ka njerëz që kanë parë hajër. Nëse për provokator je shumë i mirë, ke talent. Janë shumë të rradhë provokatorët si puna jote. Me një buzëqeshje të pafalshme në fytyrë që hop fut një provokacie aty. Më pëlqen domethënë këtë që ke mbaje. Po dëgjoj, për shembull, vitet e Ramës me AIP që u bën shumë virale, më të shikuara nga gjithë kjo protestë, video më të shikuara ishte ajo që bën Ramës si balerin, që ai postoi pastaj. Po. Kështu që AI është i lezetshëm. Është i lezetshëm, me thënë drejtën, AI përdoret e përdorim ne në shoqëri për njëri tjetrin për të bërë gallat, i çojmë video gallat njëri tjetrit nëpër WhatsApp, e përdorim për të bërë prank. Aktor humori që bëjnë humor me ChatGPT ka? Me thënë drejtën, unë në djenin time nuk ka. Pra kolegët e mi janë gjithë shkruajnë bio, sepse është shumë vështirë të bësh humor me ChatGPT. Pra pavarësisht nëse do trajnohet muzika, sepse varet nga instrument konkret që dhe me nota, të trajnosh humorin me AI është shumë e vështirë, mendoj. Por nuk mendoj se do jetë e pamundur, sepse AI gjash shkruan, pra bën tekste, dhe nëse dikush e kërkon si prompt, mund t'i fus pak dorën vet, mund ta rregullojë dhe gjë që bëhet, përderisa po shohim seriale me AI, pra kanë dalë, nuk e di e keni parë në TikTok, dalin gjithandej serialet mirëfillta, po dhe rri aty hutohesh, i shef. Po, i shef deri në fund si debil, e di që është e shëmtuar. Skenari është si njëjtë, pra po çort njëri film ka një Ethan, është njëri që ka emrin Ethan çdo film. Një periudhë kohë unë shija shumë këto video të shkurta në TikTok me patlıxhan, me speca, me domate, që patlıxhani trasonte specën, ajo qante pastaj lule shtyri dhe kishku me bananën. Dhe gjeja vetëm në fund të videos i afektuar me atë gjën, pra thash një sekondë, thirrri trurit se s'është reale. Vërtet. Alban, si profesionist i fushës, çfarë ke të rëndësishme për të thënë në fund të kësaj bisede, duke qenë se jemi në minutat e fundit? E të rëndësishme, unë do doja që AI
natyrisht edhe sepse ne nuk kemi forcën që të dalim kundra, nuk e shmangim dot. Nuk e shmangim dot. AI të zinte atë vend që i përket në ciklin njerëzor. Mos të përfundojmë që të bëhemi një gjeneratë e cila nuk ka mendim, një gjeneratë e cila sipas meje është ngritur stresi social sepse e kanë AI-n si mjet jetese. Do me thënë, base kjo është përshtypje ime e gabuar, po unë shoh shumë pak komunikim, shoh shumë pak ndërveprim midis njerëzve, dhe kjo mendoj që është kundra natyrës njerëzore, sepse ne jemi qenie sociale dhe jemi në një farë sensi të detyruar të bashkëpunojmë, dhe bashkëpunimet gjithmonë kanë sjellur vepra të mëdha. 80% e botës thon statistikat që sot përdorin probleme mendore. Pra, kështu që tani kjo ka sjellur njerëzit janë bërë më të tërhequr, më të stresuar në një farë sensi, sepse ti nuk e di, është bërë shumë e cekët ai spesori që duhet ty për të qenë njeri normal, po themi. Human, që një humane. Kështu që do doja që AI me kalimin e kohës të perfeksiononte vetveten dhe të zinte atë vend që i përket në këtë gjenerat më mirë. Edhe ne them të dim si ta përdorim. Po njeriu është qenie që i pëlqen të manipulohet, është qenie që i pëlqen të ketë shortcate dhe të arrijë në një zgjidhje të shkurtër. Por unë jam nga ata njerëz që i vë rëndësi procesit, sepse mendoj që procesi ty të vlen, unë Visiani, Ardi, ndoshta kjo është çështje gjeneratash, po vim si thosh nga një cikël i gjatë. Dhe procesi ty ndihmon të njohësh veten, të përmirësosh veten dhe të kesh një produkt autentik që të dallon ty nga një aktor ose nga një muzikant tjetër. Qofse njerëzit pse është një aplikacion që përdoret, titujt janë të softwareve të ndryshëm, po është një makinë e madhe që gjeneron. Po. Edhe nuk ka këngë si 80-ën, si 90-ën, si 2000, që është vështirë që një këngë AI ti mbijetoj, nuk e di, një muaj, jo më pastaj një viti. Dhe kjo është arsyeja themun që kam shpresë që AI me kalimin e kohës do përmirësohet edhe në këtë aspekt dhe do zëri atë vend që i takon, jo të bëhet shtylla kryesore e mënyrës se si jeton. Ta përdorim ne siç duhet dhe jo AI-ne. Ardian? Edhe unë pak a shumë ajo që thotë Albani është, domethënë jam tek ajo që AI do të zajnë vendin e vet, aty ku e ka vendin e vet, domethënë edhe komplet pjesa tjetër do jetë zgjedhje njerëzore, domethënë që unë, më pëlqen kjo gjë, duhet dëgjoj. Por unë jam te emocioni njerëzor, domethënë, po që emocioni njerëzor është si puna e saj, domethënë, ka një këngë, ka histori më apo. Ka një piknisje, pse u bë kjo këngë, si nisi kjo këngë. Domethënë, po më lexosha para ca ditë për shkakun që nga shumë informacione që kam nga muzika e nga për shembull për këtë Smells Like Teen Spirit, domethënë, si ka lind thjesht titulli i këngës dhe pastaj kënga, domethënë, ishte një histori njerëzore të një shoqe që shkruan një shkrim në mur kërti të thotë ti vjen si era Teen Spirit ishte një emër parfumit si më. Po. Edhe ky e mori si një slogan revolucionit dhe e krijoi, kupton? Pra kurse me AI un thjesht ulem aty, ma bën një këngë rap, ma bën një këngë house, ma bën një afro house. Po edhe o burra bëj. Domthon duhet të ketë emocion njerëzor. Po s'pat emocion njerëzor, domthon un tham që arti është njerëzor. Po që njerëzor nuk. Visian. S'mund të them as fjalë ndryshe nga ç'tan para folësit, me thënë drejtën. Mendoj se çdo gjë është një cikël të cilin ne duhet ta kalojmë, siç është çdo fazë që gja kemi kaluar në jetën tonë. Erdhëm nga një jetë e cila s'kishim televizor me ngjyra, edhe papritur u përballëm me një celular që ishte me touch screen. E kupton, ishte një gjarë revolucion për neve. Erdhëm nga makina që bënin zhurmë, që ne i fusnim marshin, knajtësia fantastike që kishe. Kalon të automatike, tani elektronike, e mësuam makinën bio, dhe tani kalojmë te i makini i cili i ulim kom, bëjmë mohabet me gruan dhe i themi ço çik ke topi. Makinës dhe na çon vet makina. Pra jemi dëshmitar të shumë cikleve që ne kemi qenë dëshmitar dhe i kemi jetuar dhe tani na duket normale. Siç do të na duket normale pas sa vitesh, AI do jetë një gjë totalisht normale. E kupton? Por edhe se çdo gjë do rafinohet. Por do shkojë në vendin e vet në shoqëri. Ju falenderoj shumë që ishit në program, edhe një të mërkurë të mbar në VM. Lulen? Gjithashtu. Çfarë? Ta mbyllim me lulen? Problemi është që kemi kaq shumë sponsora, po do japim pas fleshit informativ, dëgjuesit lulet pas fleshit. Ecim me reklama.